Rubio nuk është de facto sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit. De facto është ndërtesaxhiu Witkoff, të cilin Trump e dërgon në biseda rëndësie ngjitur me një figurë tjetër që nuk ka asnjë përvojë diplomatike si Kushner, ballë për ballë me Putin. Gafa e Witkoff është se nuk merr asnjë diplomat nga ambasada amerikane në Moskë, madje as përkthyes amerikan zyrtar, por janë përkthyesit e Putinit. Putin vazhdon lojën, edhe pse po hym në vitin e 5 në luftën me Ukrainën, ka marrë vetëm 0,77% të territorit këtë vit, thotë që në qoftë se nuk pranohen kërkesat e mia, unë do ta marr me luftë të gjithë. Janë vrarë dhe plagosur 1,2 milion rus. Kanë lindur vetëm 1,2 milion fëmijë këtë vit në Rusi, sepse vrasjet masive të meshkujve po bëjnë që të bjerë numri i rritjeve. Putin, i cili e kujton veten si Pjetri i parë, i madh, apo Stalini, është djalli njëri kriminal që meriton të mos jetojë vitin tjetër. Më shumë në Fokus.